Profesor Leka, një fitore pastër nda një rivali si Apollonia, urime, 3-0. 3-1. Faleminderit, po ishe një fitore pastër si që ishe një ndeshje me ekipin rival, si për kampionat dhe me thënë për Final Four, kjo është një nërë ekipet rivale, vazhdinë ekipi u paraqit shumë mirë, vazhdinë kjo në gjitha detyrat, jam pak i pakënaqur në finalizimi, sepse u do të më tepër, por në përgjithësi vazhdinë kjo në detyrat e veta, nuk i lëm hapësira kundërshtarit mesin e fushës, dhe në dy luftime ishim gjithmonë na përpara, kështu që jam i kënaqur me vajzat. Duket se keni marrë masat për të mos u përsëritur ajo çfarë ndodhi me Gamshën. Po pa diskutim, na kena thënë një herë nolli e punë ishte një rasti, kështu që kena nga gabimit edhe kena mësuar, kështu që pa diskutim që do t'i marrim masat. Profesor, megjithatë, në pjesën e dytë Apollonia rrezikoi, humbi një rast të pastër dhe në fund të shënoi. Po mirë, futbolli ka rastet e veta, edhe na po të shikojmë lojën si që u banë në pjesën e dytë, na kishim 4 raste të pastër që mund shkote rezultati diku 6-1, 7-1, por gjithsesi ne urojmë Apollonisë suksese në vazhdimsi, por janë edhe zëvendësimet që i bëme, sepse duke di që kemi edhe Final Fourin përpara dhe të shohim gjitha vajzat hap pas hapi, minut mas minute, që t'i shohim se si ku mund t'jena, që bëjmë performancën më të mirë dhe zgjedhim informacionin më të mirë. Leka, Vllaznia ka dhënë një javë nga fundi i kampionatit dhe ka siguruar vendin e parë. Keni ndonjë preferencë për kundërshtarin e gjysmëfinales? Absolutisht jo, në kush në dalim përpara, do të bëjmë punën tonë, që kemi drejt objektivit tonë, që sa titull e kampion. Suksese. Faleminderit për jush.